Dy përmbytje masive në muajin dhjetor të vitit të kaluar dhe në janar bën që më tepër se 400 hektar tokë bujqësore në fushën e Maliqit të ishin në ujë, duke shkaktuar dëme të mëdha te fermerët. Në atë kohë ishte ministri i bujqësisë, ai i cili premtoi dëmshpërblim për fermerët, por kjo gjë ende nuk ka ndodhur. Geni Fraholli, një nga fermerët e fshatit Sheqeras, tregon se gjithë prodhimi i mbjell u dëmtua. Fermerët kanë të drejtë, e drejta e tyre është legjitime pasi dëmi ekonomik nga përmbytjet e muajit nëntor dhe janar të kaluar është kolosal. Kemi disa kategori dëmesh të shkaktuara nga këto përmbytje, është gruri i përmbytur, që është dëm i parë i kthyeshëm, është misri i cili ishte i pakorur në momentin e përmbytjeve, dhe kategoria e tretë është parcelat të cilat nuk e kanë mundësinë për të mbjellë këtë vit pasi është prezent ende uji në këto parcela. Një gjë të tillë e pranon edhe drejtori i bujqësisë në Bashkinë e Maliqit, Aurel Zenullari. Vetëm mua personalisht më do 18 hektar. Tash si ta bëjmë vetë goxha. Vetë në 7-8 milion që i kam gjitha gjërat time, jo që i bëj gjitha gjërat vetë me gru. Kurse misrin akoma nuk po mbjellim dot se s'ka i akoma. Bashkia e Maliqit ka hequr nga detyrimi i taksave vendore fermerët që pësuan përmbytje, ndërsa dëmi ekonomik për ta është i madh.